shumë, edhe si përmarrët, jo vetëm si qytetari thjesht amerikan. Çfarë keqe ka zoti Kortoçi që të investohet, të zhvillohet ajo zonë atje? Nuk ka asnjë lloj të keqe. Kam qenë në Meksik, kam qenë në Republikën Dominikane, kam shkuar nëpër vende ku ka resorta. Në vërtet, Meksika është një vend i ngjason shumë me Shqipërinë. Republika Dominikane ka ato Karajibet kanë detin shumë bukur, janë vende tamam si paradise. Problemi është këtu, nuk është problemi se ka të keqe ke investimi, po çfarë fshihet mbrapa investimit. A është ky investim që është bërë tamam, se është problemi se tash është mush kupa. Padre, atje nuk ka asnjë projekt. Si do ne s'dim gjë se s'ka projekt. Po kjo është e keqja se qeveria nuk ta tregon projektin. Po s'është bërë. Edhe dje ose pa dje, kishin nxjerrë një video të vajzës Trump, Top Channel e pash, që Gjoja fliste për projektin. Ajo nuk ishte për projektin, ajo thjesht po fliste për Sazanin, edhe tregonte historinë se si vajza e Trumpit ka shku, ka hecë me kome dhe kanë zbuluar. E zbuluar Shqipërinë, Shqipërinë edhe ju pëlqeu shumë Shqipëria, kaq shumë tha unë du me realizua ëndrat e mia me real estate në Shqipëri, tha gjeta një ishull, a thu se zbulet diçka të re. Po thjesht Rama jo ka ofruar. Rama për hir me nëjtë pushtet edhe 4 vite, nga që Trumpi, baba i saj është presidenti i Amerikës, edhe mendon se ai do rrinë me Amerikën në pushtet. Kjo është fatkeqësia që nuk e kupton. Do të thotë, nëse do vini një brand i tillë ndërkombëtar, do pasojë edhe nga të tjerë më pas. Pra, do i hapë rrugën ndoshta edhe Shqipërisë, zhvillimit më shumë. Gjithmonë duke ruajtur ekuilibrin me mjedisin, kuptohet. As në një moment, investimet nuk janë të këqija, por shqiptarët janë lodhur me padrejtësi. Kjo është, ka qenë vetëm një shkëndi. Në kohët verës, për shembull, kur temperaturat janë shumë të larta, duhet vetëm një shkëndi që vendet morrin flak. Aty në Shqipëri ka qenë një shkëndi që duhej me fillu një protest, një kryengritje qytetare kundër padrejtësive që janë bërë për këto 35 vite. Si nga pala e Ramës, si nga pala tjetër. Nuk kanë qenë asata me dorë, e kam thonë disa, nuk kanë qenë me dorë të arta, kanë vjedhë. E kanë vjedhë atë popull, kanë mashtru, kanë bërë ligje në favor tyne. Kanë ndërtuar empires, i thonë, të kanë bërë pare në kurrizat i popullit, kanë vjedhë taksat e popullit. Kanë shpërngur 2 milion shqiptarë. Këtë trunin e Shqipërisë e kanë zgjedhur jashtë, se nuk e durojnë dot. Donë vetëm njerëz që ju bojnë servilizma, njerëz që i përkrak. Më le të kundërshtoj se para 90-s ju e keni jetuar. Atëherë ishte problemi që janë mbyllur kufit, nuk po lëvizin. Pastaj nuk janë liberalizuar vizat, ngelen nëpër ambasada. Tani kufit u hapën 90-ën. Vizat u hoqën. Njerëzit edhe lëvizin për më mirë. Ai nuk është për oponentë. Po si jam shumë dakord. Jam shumë dakord që njerëzit lëvizin, shkojnë për një jetë më të mirë, po si ka mundësi që gjithë ta shqiptarët që dalin jashtë shtetit janë pothuajse janë successhëm. Janë successhëm pasi sistemi jashtë ju jep ato çka ata japin për sistemin. Ndërsa në Shqipëri nuk ta jep. Pse janë të korruptuar. Ku do shkosh në Shqipëri janë të korruptuar, çdo gjë bëhet me pislek, nuk bëhet asnjë gjë me drejtësi. Secili është me tarafe të veta. Duke folur, Spaku ka sekuestruar një vil zonës Balloku, një vil dykaçe. Në Bregdet. Masnej kur shef ato me Ballukun, që Rama e mbyllin kuptimin e fjalës se e lat lirë. Njerëzit nuk janë dele, sikur thot ai. Njerëzit rrinë, po në një moment vjen që, sikur se thash, nizet, edhe gjitha këto kumulime janë ato që njerëzit sot janë rrugë. Edhe policia dje u bë me njerëzit. Se edhe policia janë njerëz që përsekutohen atë.
domon e pan dje që forcës popullit nuk mundesh me ndalu forcën e popullit. Edhe sot ka përqen më e madhe. E nesër pas nesër derisa ta absorbojnë qeverinë. Pra, edhe kam besim. Pyetja e fundit për t'i vënë kapakun gjithë kësaj, si mendoni që do mbyllet? Sepse ju morët shembull 90-ën, protestën e studentëve, qytet studentëve, komunistët. Një lloj një analogji me këtë të tanishme, si mbyllet? Një lloj. Më do një lloj sikurse vitin 90, domethënë një kënaqësi, një adrenalin kur I pash ata njerëz që përballen me policinë paqësor, që thyn ato muret, edhe uroj që sot të kenë edhe më shumë përkrahje, mos dërzohen derisa ata vënë qeverinë. Ka pas thirrje që të vinë